Nëse i referojmë zgjedhje lokale, ka arrit me i mbajt gjitha komunat që i ka pas, që i bjen që nuk besoj që AK-ja ka ndaj rrezik për prag. Tani, se sa shumë nalt mund më shkuar. A del më mirë AK-ja për që se del vetë se AK-ja shpesher në analizën e prizve, drejtuesve të AK-s është koalicioni vetëm i kanë bërë dëm. Unë besoj që insistimi i AK-s është që koalicioni me Limajn ka qenë katastrofal i dëmshëm. Unë besoj që ka përfituar vetëm Limaj dhe është dëmtuar AK-ja. Unë besoj që AK-ja del shumë më mirë pa Limajn këtë rast, ose pa një koalicion me kënd tjetër. Nëse një koalicion me LDK është tjetër mohabet, tani jo tjetër histori, po koalicioni me Limajn mendoj që ka dëmtu, sepse aty ka shumë elemente, pastaj edhe radhitja në lista, kuota gjinore, shumë çka ka ndikuar që AK-ja me kanë këtu ku është tash me numrin e deputetëve. Po unë pajtona me Alilin që unë nuk e shoh LDK-n, se zoti Grainca e ka për detyrë parimisht me thonë që LDK-ja është në trend rritjes. Jo, nuk e kam detyrë, unë kam bindje. Po pra, unë kam bindje. Që është shumë në rregull. Po problemi është se ne s'mujmë me pa LDK-n si na i far fituese, sepse në fund ditës mos harrojmë i ka humbë 2 komuna. Edhe ajo është. Po thojmë se është fituese. Fakti që ka fitu Prishtinë, edhe nese, po e xham se nuk e ka votu PDK-ja fare. Edhe ata njerëz që kanë votu nuk janë votu